Bëhet fjalë për blerjen e elitës kulturore dhe artistike të Shqipërisë. Tani ndaje mendjen, i blu Beliaj apo ata u blen, domethënë, apo ata u shitën. Domethënë është ndërsjell. Është ndërsjell. Palët kanë bler njëra tjetrën, palët kanë shitur njëra tjetrën. Sepse po ta llogarisësh, në afatgjat janë përfituesit më të mëdhenj, në një sens janë artistët. Dhe prandaj atyre ju intereson që të shiten vazhdimisht. Kurse një pushtetar mund të jetojë një mandat, 2 mandate, edhe ai nuk e ka problem, domethënë, që ti investoj në këtë drejtim për 4-5 vjet, apo për 8 vjet, apo qoftë edhe për 10 vjet. Çështja është që kjo shitje në mënyrë afatgjat e artistëve, kjo krijon pastaj qelbjen e atij bazamenti që përbën dhe trashëgimin kulturore në Shqipëri. Trashëgimin humane kulturore në Shqipëri. Domethënë, pra, Klodi, bëjmë fjalë që ne kemi trajtuar në emisionin tonë një grup jo i vogël i artistëve shqiptar, të cilët vrapojnë të gjithë fuqinë për të ndihmuar Roelin, dhe ndoshta mirë bën, por kishin arsye, thotë, themi të gjithë, dhe arsyet ishin pikërisht këto, dhe është një mender byftëpirje shumë e madhe. Por çfarë ndodhi tani konkretisht, çfarë ndodh me Veliajin në këto momente? Dhe të vazhdojmë me... Pret masën e sigurisë në apelin e posaçëm. Pret masën tani. 12 në mos gabojmë është përpara apelit posaçëm dhe kërkon shfuqizimin e masës arrest në burg, duke pretenduar se nuk plotëson kushtet dhe kriteret për këtë masë, sepse thotë që kam qenë i hapur për hetimin, nuk përbëj rrezik të prish provat, të largohem me tira me radhë, argumente procedurale që i ka përdorur edhe në shkallën e parë. A mund të dim tani cilët janë disa nga shembujt e këtij fenomeni të artistëve dhe të njerëzve të elitës që ju i keni identifikuar si më kryesorët? Cilët janë këta? Ishte shumë e rëndësishme që të... Se këtu plaga jonë është kjo, Elsa. Ne nuk flasim. Ne bëjmë teorira të gjitha, po me emrat cilët ishin dhe ju për këtë dallojeni. Në shkrimet tuaja dhe për guximin dhe kjo është puna e gazetarit. Urdhra. Po. Ishte e rëndësishme që duke marrë pak shembuj, të cilët në ndonjë rast për nga vlera financiare nuk ishin fare tërheqës, sepse nuk ishin bombastik, si rasti Drian Zenelit, por ishte shumë e rëndësishme për të provuar anën tjetër. Drianti nuk ka përfituar shumë financiare, por ai ka përfituar një karrierë. Drian Zeneli çfarë është tani? Drian Zeneli ka qenë, sepse të them të drejtën nuk e di aktualisht drejtori ekzekutivi i Harabeli. Jo, dakor, po nuk e di aktualisht statusin, nuk e di çfarë po bëhet me Harabelin aktualisht. E di që Drian Zeneli është drejtori ekzekutiv i qendrës Harabel, qendra mëm nga dolën të gjitha shoqatat e tjera. Kështu që rasti i Drian Zeneli ishte i rëndësishëm për të thënë se deri në çpik mund të shërbej një artist që edhe kur e di... Drian Zeneli si artist, çfarë bën konkretisht? Është poeta, violinista? Është i arti, po flasim për artin bashkohor. Instalacioni është... Si gjua, video arti është gjua që... me cilin ai operon. Është personi i cili ka përfaqësuar Shqipërinë në Bienalen e Venecias pagar. Pra, unë e them këtë në shkrim, që Ajola Xoxa e gjeti gati folen e korrupsionit tek ky person. Personi nuk i ka korruptuar të gjitha Ajola, kanë qenë të dëshiruar për të korruptuar një pjesë e mirë e artistëve që kanë punuar me Ajolën, apo që kanë bashkëpunuar me Drian, me kryetarin e bashkisë Veliaj. Kështu që rasti i Drian Zenelit është i rëndësishëm për të kuptuar që të bësh karrierë edhe në një vend të varfër në Shqipëri, ku karriera është një pesë me hiç, sepse nuk është mbi bazën e meritave, nuk është mbi bazën e arkëtimeve, domethënë sa çon në ark një film, një teatr, sa bileta shet, nuk është fare mbi këto parametra. Tani, që të mos bëjmë bark në bisedë, Elsa, cilët janë personazhet më të rëndësishëm, artistë më të rëndësishëm, elita më e rëndësishme që ka qenë... Rasti dytë i rëndësishëm është ai i Krisikos, i cili duke qenë person fizik e ka shumë të kollajshme të lëshojë faturë dhe të futet në këtë sistemin e faturave fiktive. Krisiko, kush është? Ergjys Krisiko. Ky është artist apo jo? Ky është pedagog, ky është artist. Artist edhe ky.
Kjo është pedagogë shumë e rëndësishme. E kam fjallën ti duhet në nëzishë më artist rëndësishëm që i një publiku shqiptar. Këta që po të them unë janë të rëndësishëm për situatën. Po në një nga shkrimet që lexova unë, ti përmendje dhe unë për shembull e kam marrë si patej. Po më fal Ylli, rasti i Krisikos është flagrant, sepse në nëntor të 2024-s, Veliaj i ka dhënë për një vepër arti, mendo ti ç'mund të jetë një vepër arti që kushton 63 milion lek të vjetra. Se Krisikua, se ne kemi personazhe kështu, Krisiko mund të ketë, e kupton, por nuk është një personazh. Mund të jetë se nuk duhet ta fyej Krisikon e gjithë, mund të jetë artisti pa njohur, vlerat pa njohur. Në bordin e Arabelit, sepse jo bordin jo, po në bordin e Arabelit janë artistë. Për shembull në shkrimin e fundit që lexova unë nga ju, unë për shembull është një artist i skenës ndërkombëtare, është një artist që njihet nga New Yorku në Singapur, është një artist që njihet nga Venecia në Stockholm. Ju përmendit dhe unë besonja që i binin kolegët e vet. Rasti i Sizli Xhafës, më fal, është personi. Të më lejo të pyes. Po, dakor. Pa përmendur emra që janë jo dytësorë, po njerëz që nuk kanë britur. Nishtë të themun që ti si një këta. Unë po them që... Po mirë të jam edhe unë pak i vjetër tani, se ndoshta jam vjetruar unë, por shembull unë njoh Ardit Gjebren. Okej. Njoh tjetër. Janë përmendur shumë emra në tekste dhe nuk mund... Njoh Altin Bashën që e përmend dhe unë mendova që i binin kolegët e vet. Atë që po përpishet të thot Elsa është që emrat e artistëve të rekrutuar nga çifti Xoxa Veliaj, ndjes që qëndërhyj, janë të shumët dhe vitet e fundit, skena e kulturës dhe artit në Tiranë ishte e zaptuar nga ky çift dhe po të mos shkoje dhe të bëje PR-in apo lëpirjen e çiftit Xoxaj dhe Veliaj, asnjë artist nuk ishte të ardhur me që të hapte një ekspozitë, të bënte një koncert, ose jo më të kishte financim dhe akses të fondet që jepen për kulturën dhe për të promovuar të rinjt apo artistët që janë të talentuar për të zhvilluar aktivitete kulturore. Rasti i Bashës... Tani, ti më përmende mua të emra, se o jam unë i vjetër, një minutë. Ata përdoren shumë rënd, se përdoren jo vetëm për PR, po përdoren edhe për të ndihmuar në vjedhje. Kjo është degradimi që i ka bërë artit. I mora edhe si pas kronologjisë dhe si pas rendit, edhe ati për shkallëzimi që unë i kam dhënë shpalosis së këtij korupcioni që me individin, me shoqatat, me kompanitë e mëdha të ndërtimit, pra është e shtrirë në shumë nivele. Korupcioni që ka të bëjë drejt për drejt me kulturën, nuk po hyj në fushat e tjera për cilat kolegët janë ekspertë dhe unë ju kam ndjekur pothuajse në gjitha emisionet që ju keni bërë. Okej, atëherë a ka patur garë procedurë qoftë dhe formale, po i lëm ata emrat, megjithëse ata mua nuk ma mbushin mendjen në një pikpamjen për vlerat për skenën kulturore dhe artistike. Në qoftë se unë nuk i kam dëgjuar këta si artistë, do të thotë që diçka u mungon, se artist shqiptar unë i njoh, i merrem me këtë gjë. Merrem gjerësisht, edhe me punë të letrave, të letërsisë, po të tjetra artit të tjera, dhe i dëgjoj dhe këta që përmendet, unë të solla për shembull, dy shembuj të tjerë, ty, përse që ata janë shumë të njohur Po pra, rasti Altin Bashës është përmendur në kuadrin... Çfarë ka bërë? Altin Basha ka një... Se unë kam patur idenë që Altin Bashës i kanë rënë të vetët. Më është dukur sikur kanë dashur të bien të vetët. Ndërsa lexova një shkrim tuaj dhe ishte kretë... Të vetët nuk janë të aftë i bien Altin Bashës. Të vetët me heshtin e tyre kanë qenë në një farë mënyrë bashkëpunëtor në mbajtjen e Bashës atje ku është. Sepse po të kishte një që të kishin këllë që ata të vetë të godilin Altin Bashën, Altin Basha duhet kishte dal nga skena që para 4 vitesh themun. Dhe të kishte edhe pak oksigjen për të jetuar ato 2 vite të para kur doli marrëveshja që ai pati me kryetarin e bashkisë për shëmbjen e teatrit. Edhe gjithë PR-i që bëri në këtë drejtim. Por në rastin e Bashës është shiqare, është e dukshme se sa shumë, asu nuk e dija që kishte përfituar kaq shumë. Domethënë, duke parë punën e tij në teatr, duke parë abuzimin e madh që ai ka bërë në teatrin kombëtar me stanjacionin ku e ka futur teatrin kombëtar, mendoja që këtu diçka kishte, por duke parë faturat pastaj që bërtasin përfitimi që ka marrë çifti Basha është skandaloz, shkon në 320 milion lek të vjetra. Është paguar për një spektakël, është paguar 2 herë, në vitin 2022 dhe 2023. Personat që figurojnë në stafin të paguar nga OJQ-t, do më thonë marrëveshje me OJQ-t e Xoxës,
një pjesë e këtyre personave janë paguar për punë që si kanë kryer. Dhe më thonë, ti ke një person që merret me skenografin dhe aty në pasurën financiare figuron edhe si një person që është paguar për kostumet, ndërkohë që është një person që nuk e bën atë punë. Është një lloj si të paguash rroba qepsin edhe si këpucar. Këtë sens.